do të organizojmë së paku 2 qendrat mjekësisë familjare në qytet që të punojnë 24 orë. Do të subvencionojmë secilin fëmijë që lind në komunën e Gjakovës me 250 euro për secilin fëmijë. Tjetë 1700 euro për secilin fermer aktiv. I përshëndes gjithë qytetarët e komunës së Gjakovës. Partia Demokratike e Kosovës është fokusuar në disa shtylla që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve të Gjakovës. Fillojmë me arsim, do të organizojmë mësimin tërditor, do të angazhohemi që gjatë mandatit ton 4 vjeçar të organizojmë mësimin tërditor për të zgjidhur problemin e mësimit të kombinuar dhe numrit të vogël të nxënësve. Do të subvencionojmë bursa për nxënësit dhe studentët të cilët studiojnë edhe janë të suksesshëm në fusha deficitare për të zgjidhur problemin e profesioneve deficitare. Në shëndetësi dhe mirëqenie sociale do të organizojmë së paku 2 qendrat mjekësisë familjare në qytet që të punojnë 24 orë për të ofruar shërbime sa më të shpejta dhe sa më të mira për qytetarët e Gjakovës. Do të subvencionojmë secilin fëmijë që lind në komunën e Gjakovës, të cilët mesatarisht janë 1000 fëmijë që lindin në komunën e Gjakovës, do të subvencionojmë me 250 euro për secilin fëmijë. Në zhvillim ekonomik do të fokusohemi të qendrat multifunksionale, do të ndërtojmë dhe riorganizojmë së paku 3 qendra multifunksionale me hapësira afariste ku të rinjët e komunës së Gjakovës do t'i shfrytëzojnë ato hapësira edhe me përkraje nga komuna e Gjakovës në udhëheqjen e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe me subvencione. Në bujqësi do të rrisim buxhetin për bujqësi në 2.5 milion euro, ku mesatarisht shërbime edhe përkraje në pajisje do t'jetë 1700 euro për secilin fermer aktiv. Në kulturë do të organizojmë festivalin më të madh që e ka pa Kosova, Gjakova Fest, i cili do t'jetë 3 ditur ku do të promovohen kultura e qytetit të Gjakovës, historia e qytetit të Gjakovës dhe artizanatet e qytetit të Gjakovës.